Kreu i Partisë Demokratike Sali Berisha është paraqitur këtë të hënë të 20 prillit në Prokurorinë e Posaçme kundër korrupsionit SPAK në kuadër të masës së sigurisë detyrim paraqitjeje. Berisha përballet me një hetim për korrupsion, ndërsa në të njëjtën çështje nën hetim është edhe dhëndri i tij, Jamar Bermaltezi. Kryedemokrati u ndal përpara mediave duke komentuar jo vetëm çështjen gjyqësore, por edhe zhvillimet politike dhe protestën e fundit të opozitës. Referuar protestës së 17 prillit, Berisha akuzoi policinë për përdorim të substancave kimike ndaj protestuesve dhe cilësoi reagimin e forcave të rendit si të tepruar dhe të palishëm. Një pjesë të deklaratës së tij, ai e fokusoi edhe te procesi gjyqësor në GKK për çështjen e njohur si Partizani, ku si dëshmitar pritet të thirret edhe kryeministri Edi Rama. Akuza e dytë, se unë kam ndryshuar destinacionin e terrenit nga klub sportiv në zonë urbanistike. Shtrim i turpshëm i paskrupull. Edi Rama dhe varësit e tij kanë në dokumenta të paktën 40 firma me të cilën ata ndryshojnë destinacionin e terrenit. I pyetur për mundësinë e përballjes në gjyq me kreun e grupit parlamentar të Partisë Socialiste Taulant Balla, Berisha akuzoi këtë të fundit si autor të, sipas tij, trillimeve lidhur me pronësinë e një trualli të përfshirë në çështje. Berisha paralajmëroi vijim dhe të protestave të opozitës, duke deklaruar se çështjet që sipas tij lidhen me kryeministrin Rama dhe Belinda Ballukun nuk do të mbyllen. Taulant Balla është autori i shpifjes i trillimit sipas të cilit Sali Berisha i ka dhënë tokë të shpronësuar nga autoritetet pushtuese italiane gjatë luftës së dytë botërore, të shpronësuar dhëndrit të tij, fletore zyrtare të vitit 1941-42 dhe kadastre vitit 37, faktoi 1. Toka ka qenë e familjes Begeja dhe familjeve të tjera aty.